Qysh është më kon fëmia I parë? Ti je më I madhi edhe dush me qenë shembull për tjerët. Kjo është logjika zakonisht. Fëmia I parë shpesh rritet me një kujdes të tejshtuar nga prindërit. Po ashtu rritet me idenë që duhet me qenë super I mirë dhe tepër I kujdesshëm ndaj tjerëve. Nga kjo ai mëson me I kuptu gjendjet emocionale të prindërve para se më mësu me shkruar dhe me lexuar. Ai mëson me ndje atmosferën në shtëpi edhe kur ndodh diçka e gëzueshme ose e mërzitshme. Fëmijët e parë çojnë më pak, jo pse ndoshta s'kan arsye, por mendojnë se nëse ata kajnë I ngarkojnë tjerë. Ata mësohen me I lënë anash ndjesitë e veta, edhe e kanë ndjesinë që stabiliteti familjar varet shumë prej tyre, sepse zakonisht dashnia për fëmijët e parë jepet me kushte. Shpërblehen nëse janë të mirë, nëse sillen sipas rregullave, po ashtu kur I ndihmojnë tjerët. Në këtë formë ai mëson se vlera jame lidhet me atë se çka unë jap për tjerët. Si tritur, fëmijët e parë janë njerëz të përgjithshëm, janë njerëz të besueshëm dhe të fortë. Njerëzit kanë hapësirë me u mbështetë ata. Por brenda vetes ata shumë shpesh janë të lodhur emocionalisht. Ato në pushimi ju doket luks. Nëse pushojnë, ndjehen faj se mendojnë që gjithmonë duhet me qenë aktiv dhe duke bërë diçka për familje. Fëmijët e parë ma le të mirën me dhimbjen e tjerëve sesa me dhimbjen e vet. Ata vetë marrin qëndrimin e njeriu të fortë, edhe nuk kërkojnë shumë prej tjerëve. Tash mundeni me mendu se në këtë familje nga të njëjtit prindër janë rritë edhe fëmijët e dytë, të tretë, të tutje. Mirë po, prindërit janë të njëjtë, por çësia ndaj fëmijëve nuk është e njëjtë.